Shoqata sportive e peshkatarëve Bashvardar, respektivisht ekipi mbrojtës dhe peshkruajtës i shoqatës në koordinim dhe prezencë të Inspektoriatit Shtetëror të Peshkimit të shoqëruar nga ekipet e Agjencionit për Siguri dhe Mbrojtje Linux, duke filluar nga ora 5:30 e mëngjesit të ditës së sotme në regionet përgjatë rrjedhës së lumit Vardar dhe në ndegëve të tij kanë marrë aksion kontrolli që kanë patur për qëllim të kontrollojnë legjitimitetin përgjatë të peshkatarëve, sa peshkatarët respektojnë rregullat e peshkimit dhe nëse të njëjtit posedojnë leje, legjitimacionin dhe dokumentet e tjera të nevojshme për peshkim, nga njëra anë dhe pajisjet të cilat peshkatarët përdorin gjatë peshkimit në anën tjetër. Gjatë kontrollit në teren kemi hasur vetëm një rast kundër vajtjeje dhe atë kemi hasur një peshkatar, i cili gjuante në të zezë, ndaj tij do të merren masa konform ligjit për peshkim, ndërsa 9 peshkatarët e tjerë të cilët u gjeton në teren, duke i gjuajtur peshk, kishin dokumente dhe pajisjet e lejuara për peshkim. Thot Xhavit Sejdini, drejtuesi i shoqatës së peshkatarëve sportiv Bashvardar. Sejdini ka bërë të ditur se janë kontrolluar edhe lokacione të tjera të peshkimit, gjëgjësisht vende ku është supozuar se mund të bëhet peshkimi paligjshëm. Gjithashtu kontrolle janë bërë edhe në nëndegët e lumit Vardar në Vërtok, Reçan, Ravens, Dunj, në nëndegët e lumenjve në drejtim të fshatit Llakavic, Sërmnov, Padalisht, Bigor dhe Gjenovic, në rrjedhën e fshatit Çajl, Çajle Vjetër, Balindol, Forin, Çegran, Tenov, Radiovc, Negotin dhe në ndegën e lumit Mazraça. Nga shoqata e peshkatarëve Bashvardar apelojnë deri tek të gjithë ata që merren me këtë lloj sporti apo me peshkim të rregullojnë statusin e legjitimitetit për gjap peshku në mënyrë sportive tek përfaqësuesit e caktuar të shoqatës në Gostivar dhe Tetov, sepse kësaj lloj kontrolli do të ketë gati se çdo 3 ditë në javë.